i kanë kaluar, po mor pronat e ushtrisë unë. Pronat e ushtrisë të cilët i kanë nxjerrë jashtë inventarit të ushtrisë, duke va privatizuar, duke va dhënë me 1 euro pra pasuri kombëtare në Bregdet. Po të shohësh vijnë bregdetare, merrni fotot e vijës bregdetare si ishin përpara se kjo qeveri të vazhdonte me këtë lloj mënyrë qeverisje pra. Dhe po t'i krahasoni ato, rezulton se nga një pasuri kombëtare që ishte totalisht e vigjere, kishin lakmi dhe të hujt me ardhë në Shqipëri, rezulton se është bërë gjitha ndërtime dhe e gjithçka është privatizuar. Gjithçka ka kaluar në grupe interesa të caktuar. Kështu që nuk është ne çudi e madhe dhe gjitha kjo ose ky projekt për cilën Rama vetë deklaron se nuk ka një projekt, rezulton se është një ofertë që Edi Rama ka bërë përqendruar në pushtet për të blerë, po e themi kështu në mënyrën më vulgare të fjalës, për të blerë politikisht qëndrimin e tij pas skandaleve me Belinda Ballokun, me Akshin, të administratës amerikane, pasi dihet se investitori strategjik pa e vënë dyshim që ai mund të jetë një projekt shumë i nevojshëm, sepse unë nuk jam ambientalist dhe të jap opinionin tim në lidhje me efektin që do ketë projekti, për sa kohë s'ka se ekziston projekti në lidhje me infrastrukturën, me mjedisin, por duke qenë se vetë përfituesi është vajza Donald Trump, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, kjo është një ofertë që Rama ka bërë për të legjitimuar vjedhjen e votave me datën 11 maj 2025, ku mori 83 mandate në mandatën e 4 të qeverisë së Partisë Socialiste. Avokat, ju jeni pro apo kundër këtij projekti që do të bëhet në Zvërnec? Unë nuk jam kundër asnjë projekti, por projekti do të bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi, në përputhje me interesin publik. Kështu që unë nuk mund të them, sepse për sa kohë ka një projekt, nuk mund të marrni qëllim pro ose kundër. Unë jam çdo lloj projekti që sjell zhvillim, sjell mbështetje, sjell të ardhmë. Por ai projekt po e mor kështu, po e quaj projekt sepse vetë Rama deklaron se s'ka projekt. Hisën Zvërnec, këto ditët e fundit media ka publikuar që ka dhënë dhe 3 leje të tjera ndërtimi, ai që thotë që s'ka dhënë leje. Rezulton që ajo është një projekt që do të shërbehet hujve. Fundit aty mund të ketë interesa ekonomike investitori, por edhe turistat që do vinë aty, do jenë turistat huaj, sepse nuk mundet me ato koste e investimi që do bëhen aty ose me kostet e shpenzimit që do ketë, që qytetarë shqiptar ta shijojnë atë projekt. Aq më shumë që ajo është një pikë që është pika strategjike që ka pas Shqipëria dhe në kohën e diktaturës. Është nga ana tjetër, avokat, nëse gjithçka që ka supozuar vetë kryeministri pra është e pastër dhe ligjore, pse nga ana tjetër s'pak ka hapur urgjentisht, po i shuaj një hetim për pronësinë e tokës ku do ndërtoj vetë ëndri Donald Trump i Jared Kushner. Pra, mendoni se rrezikon ky projekt ndoshta të bllokohet nesër nga drejtësia? Tani me të thënë drejtën, do u nisë nga unë kam besim këtë drejtësia, se unë jam pjesë e sistemit drejtësisë, jam profesion avokat, kam besim këtë drejtësia, por me thënë drejtën drejtësia lëviz avash, në sidomos pengesat që i kanë nxjerrë strukturës posaçme qeverisja, sepse gjithë pushtetet janë përqendruar në një dorë, janë në dorën e Edi Ramës. Askush tjetër nuk qeverisin këtë vetë. Dhe po ta shikoje, po të dëgjoje dje si ishte sfazuar në mos gabojnë në firë ishte. Pra dhe kishte shfaqet e problemet karakterit ose të shëndetit mendor. Dhe ta mendosh se kusht ka qeverisë për 13 vite në gjendje të cilën pra u prezantu përpara publikut, përpara gjithë opinionit, që shqiptar, që ndërkombëtar me sjellje, që vetëm një që ka probleme të shëndetit mendor mund të, sepse ata po janë probleme të shëndetit mendor normalisht që duhet të mjekohet, vizitohet dhe nuk është për ta bullizuar në këtë aspekt, por është fatkeqësi kombëtare që qeverismi ai ka bërë gjithmonë show të kësaj natyre për të hequr vëmendjen edhe ke mënyra prezantimit të Shqipërisë në takime ndërkombëtare dhe ju jeni dëshmitarë ku edhe sjellja që ka bërë që është me Melona, qoftë me
me përfaqësues të Bashkimit Evropian e keni parë edhe që nga kostumi, si thomin, që nga veshja, që nga prezantimi. Pra, sepse ato janë takime zyrtare, janë takime të cilat kanë etik, ka dhe një protokoll zyrtar. Kisë një pas një lloj protokolli, si e pas asgjë. Kështu që nuk mendoj unë se ky projekt mund ta shpëtojë Ramën më tashmë nga situata në cilë të ndodhet. Avokat, nga ana tjetër, si keni parë edhe atë që ndodhi në Zvërnec për atë ditën e parë të protestës, ku njëri nga protestuesit është tërhequr zvarr nga siguria private dhe reagimin e vonuar të policisë së shtetit, si e keni parë? To janë akte barbare. Që tani të diskutohen ato akte në kohën në cilën jetojmë ne, janë akte krejt barbare, natyrisht që policia e shtetit mban gjithmonë anën, sepse prandaj policia e shtetit nuk është misionare për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, nuk është për të garantuar projektet e Edi Ramës. Ja po të bëj një krahasim thjesht në Griselda. Në protestet e opozitës, di protestet e fundit, po të bëj një krahasim thjesht. Policia e shtetit ka reaguar pa përfunduar protesta, që se keni parë. Pra ka reaguar me gaz të cilës i ka sulmuar protestuesit. Pa sulmuar akoma, pa edhe ato flagadanet në kryeministri, ndërkohë që atje të riqeshin zvarr dhe policia e shtetit heshte. Heshte sepse aty ishte vetë kryeministri i cili kishte interesin publik, sikur se ta thash, është një pronë shteti shqiptar i cili ja ka ofruar investitorëve pikërisht për që ndruan në pushtet. Unë mendoj se zgjimi i protestuesve ndoshta është shumë i vogël, se tash këto janë kauzat të cilat janë artikuluar edhe nga opozita, kanë 13 vite që janë artikuluar. Bile opozita ka bërë shumë protesta derisa edhe vendimet pastaj kanë qenë mbase po të nxituar, ka qenë gabuar, sikur se ishte bojkoti i zgjedhjeve lokale apo bojkoti i parlamentit, të cilat kanë sjell pasojë edhe për vetë opozitën, që të jemi korrekt, sepse me ato ndryshime, me bojkot që bën në parlament, pastaj deputetët që u futën nga lista, bën ndryshime, amendon kushtetutën, e bën kushtetutën Republikës së Shqipërisë si me qenë një ligj i zakonshëm, si me qenë ligji për sigurinë shoqërore që është miratuar në vitin 1993 dhe ndryshuar një 50 herë për interesa zgjedhore, jo për interesat pensionistëve. Rëndësi ka që njerëzit janë zgjuar e kanë kuptuar se ka një kontradiktoritet midis këtij zgjimi, ne jemi sot me datën 10 qershor dhe vetëm një vit më përpara për koincidencë. Rezulton se këta njerëz që sot një pjesë prej këtyre nuk morën pjesë në zgjedhje, se s'kan shkuar as 50% pjesë mundës në zgjedhje. Pra heshten ndaj kësaj sjellje të kryeministrit. Nuk votuan, sepse në fund demokracia është vot. Politika është vot. Ushtimi të drejtave është vot, sepse ajo prodhon pushtetin. Një pjesë tjetër luajtë në rolin e patronazhistit. Një pjesë tjetër e mbështetin Edi Ramën, duke i dhënë 83 mandate, e fuqizuan, e shuan pra në kotet me ndryshuar dhe tek ligjet e cilësuara, të ketë një mazhorancë pothuajse absolute. Sot ato kanë dalë, një pjesë për atyre kanë dalë në protestë. Jam shumë dakord që kanë dalë. Por duhet të jepë një zgjidhje ligjore, sepse vetëm pjesëmarrja në protestë, na e dimë se Rama nuk pyet për protestën. Dhe po të morëm dhe modelin që kanë protestat në Serbi, është një rast pak a shumë i ngjashëm. Në Serbi ka një vit që protestohet kundër Vučićit, miku të Edi Ramës, dhe rezulton se për një vit ai nuk lëviz fare. Janë më dhunshme protestat po të shohësh në Serbi dhe janë shumë masive. Por ai nuk reagon. Pra duhet të institucionalizohet protesta me kërkesa të cilat duhet të jenë pa negociueshme. Qartë, por në këtë aspekt, avokat, të gjithë qëndrimin e opozitës, si e keni parë, pra mendon se duhet të ishte opozita më e përfshirë në këtë protesta kundër këtij projekti, apo edhe
rrëzimit të vetë kryeministrit shqiptar Edi Rama, ashtu si thuhet edhe në protestë? Në opozita ka vetëm fjalën Briselta. Opozita ose ligjvënësit opozitar janë minorancë në parlamentin shqiptar. Nuk kanë vetëm pra kundërshtimin, interpelancat, të cilët janë dëshmitarë Edi Rama nuk shkon interpelancë, kam mbi një vit e sa që shkon